Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë adresuar akuza ndaj politikanëve të Luginës së Preshevës, Medvegjës dhe Bujanosit për bashkëpunim me autoritetet të Serbisë në bllokimin e fondeve të ndara për ta. Shkak është bërë bllokimi i shpërndarjes së mjeteve për fermerët të Luginës nëpërmjet Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në shkresën dërguar Ministrisë Serbe, Alternativa për Ndryshim kishte pyetur vitin e kaluar nëse Këshilli Kombëtar Shqiptar ka ndërmarrë veprime jashtë kompetencave të tyre të parashikuara me ligj në ndarjen e fondeve të Kosovës. Duke e pasur parasysh që Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve funksionon brenda ministrisë suaj dhe ndarja e subvencioneve nuk bie në fushveprimin ose kompetencat e tyre, ju drejtohem juve si ministri kompetente me pyetjen: a jeni në dieni të kësaj dhe ai keni dhënë Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve pëlqimin për ndarjen e subvencioneve për fermerët, kur e dim që fushat e NSA-s janë arsimi, kultura, informacioni dhe përdorimi i gjuhës dhe shkrimit? Në përgjigje të shkresës më 27 janar 2025, Ministria përkatëse merr vendim për anulimin e këtij konkursi. Pas vendimit, Këshilli Kombëtar Shqiptar ushtroi ankesë në gjykatën administrative e cila u refuzua duke konsideruar Këshillin si palë jo kompetente për të ngritur çështje. Ragmi Mustafi, këshilltari i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, i ka fajsuar përfaqësuesit e Alternativës për Ndryshim, Visar Mehmeti në Arbër Pajazitin, se pamundsuan shpërndarjen e mjeteve. Një shkresë të cilën e ka nxitur Alternativa për Ndryshim, përkatësisht udhëheqësia e këtij institucioni, kësaj partie politike, që për neve është një patericë e SNS-it, Ministria për Drejtat e Njerit dhe Pakicave dhe Dialog Social, e ka anulu vendimin e Këshillit për ndarjen e këtyre mjeteve ndaj bujqve atje. Do si do, çështjen tashmë Këshilli Kombëtar Shqiptar e ka çuar në gjykatën administrative. Në gjykatën administrative, në vendimin e parë, gjykata administrative i ka dhënë të drejtë se Këshilli Kombëtar Shqiptar s'mund më kon palë në kundërshtimin e një vendimit të ministrisë. Pra, në një farë forme nuk do me njoft fare Këshillin si një subjekt, por do me njoft vetëm si objekt. Visar Mehmeti u shpërgjigjur akuzave duke ofruar kronologjinë e rastit me grantin për fermerët, tek e ka akuzuar Mustafin për keqpërdorim të fondeve. Mehmeti pretendon se KNSH-ja bëri politik me bujqit pasi pati kohë një muaj për t'u transferuar mjetet, gjë të cilën nuk e bëri. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe me thënë KNSH-ja ka pasur plot një muaj për kryerjen e pagesës së bujqve, të cilët kanë qenë përfitues në këtë konkurs. Mirë po, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë me të vetmen arsye për të bërë politik me bujqit dhe për të luajtur viktimën, ndërsa nga ana tjetër për vetëm 3 ditë kanë shpenzuar 80.000 euro, ku e kanë paguar renovimin e objektit të KNSH-s dhe shumë shpenzime të tjera, por jo dhe bujqit. Mustafi ka folur për rrethana që sipas tij e pamundsuan shpërndarjen e mjeteve tek bujqit, ku i përmendi ndryshimet në kryesinë e Këshillit Kombëtar dhe më pas festat e fundvitit në Serbi. Duke u përgjigjur akuzave për keqpërdorim të fondeve në kohën sa ka udhëhequr me Këshillin Nacional, Mustafi thotë se përfitues nga ajo thirrje kanë qenë edhe themelues të PVD-s dhe familjarë të tyre, përfshirë bashkëshorten e Mehmetit. Por Mehmeti mohon se ka përfituar gruaja e tij, tek e ka vënë në dispozicion listën ku nuk figuron emri i saj. E ish kryetari tjetër i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Nevzat Lutfio, të cilën e përmendi Mehmetin në përgjigjen dërguar kohës, ka thënë se nëse Këshilli ka qenë jo kompetent për këtë konkurs, pse ka lejuar që në këtë konkurs të konkurrojnë aktorët e APN-s. Madje APN-ja në të njëjtën seancë ka kërkuar që në komisionin vlerësues të aplikacioneve t'i kenë 2 anëtarë. Pra në njërin anë thonë se KKSH-ja nuk është kompetente, në anën tjetër konkurrojnë për të përfituar. Sipas tij, procesi ka qenë transparent dhe nëse është vërejtë ndonjë keqpërdorim, është dashur të reagohet në mbështetje të bujqve të vërtetë e jo të kërkohet mbështetja Beogradit për ta bllokuar gjithë këtë proces.